Faleminderit mysafirës, Pranvera Hyseni, me plot merit titulli i emisionit Pranverë në Kozmos përmes shqiptarës son. Frymëzim për brezat e ri, po dhe për ata më të vjetit, kush është e pasionuar pas shkencës, bën me lexu dhe sot ma një mohë në për interneta, me ta kënaqë shpirtin, se ne të konfirmu ne, se ne të update-irat ne. Ata për libra, po thonë 2 dhe 3 vjetë, me njëherë update për duhet, për libra. Soto e shkenca me hap galopant, do këna pak i meqem, galopant dhe me kësi kual, galop që hesin, hapat të mdhaj. A nëse dojmë na mu radhit në fiset pa qytet njume si shqiptar, rrim, mire me beshajt në përkësi, mire me parti politike, ma se rrim në fiset pa qytet njume, a fisht a thot, në fiset qytet njume po him, e tjera. Faleminderit shumë Pranvera Hyseni, astronome, doktorën, u knaqe dhe stafi, pas Pranverës, një këngë shumë të bukur, Donika jon, orgestri klarinet dhe Ylberi jon i dashur me kitar, po dhe orgestri është i joni, edhe i plum goja donki. Artiste e halaki me qitë të artë, artistët në gjahune, e në tjetër me nej, mi përjetu të amën artë. 2 shkallë, reference class. Faleminderit edhe pak këfizi, por na duhet të falenderojmë sponsorin Interex, kompani shumë serioze, po dhe si sponsor serioz, se ka të qartë qysh duhet të flitet në një emision, për fatin tonë të mirë, oksigenin e vlerësojnë, dhe me pak fjalë të spjegojmë shumë. Kur thuhet brendi madh i marketeve, mendoj shumë, se ha knaqin shpirtin, gjigant, Interex, ekstra mirë, ekstra lirë, edhe ka zbritjet veçanta në produktet e Ramazanit, tash në muajin e Ramazanit. Ekstra zbritje, ekstra oferta. Mos i humbisni ofertat e radhës në Interex. Faleminderit shumë, Interex. Shkojmë te Prince Cafe. Në të gjitha marketet, gjatë muajit Ramazanit ka aksion, i blen 500 gram kafe, shkollop, purmet gratis. Prince Cafe. Na bot mash ato kafe ma aparatin në ri që na kanë pru Apo ta qëtë keq fizik. Art Motion. Gjithë shka ka. Në internet ta me këtë. Faleminderit shumë. Art Motion, Prince dhe Interex. Për shkajtë e shokë jam, në quiz, perkusionisti që s'guzo më bua si koncert pa to. Pse? Edhe i bje, edhe i ka hije, di që farftyre me kapuqa të poshte të Dafi të mretnesha në koncert. Kapuqin Gjemili atë, perkusione. Dritë ka pas shumë edhe... A dikur me kom thonë, që me koma qyshe me të dhe më ka prejtoj bi drejtu bile. Që është të mirë. Dafi është artista, a? Për një vesh shumë artiste, kompletume. Edhe thjesht. Normal. Nga pa Pranvera tha profesorat, profesor doktora dhe dha këtë thjesht. Dafi, me ta kënja shpirtin. Po përves. Shabone më Gjemil? Që besim, që bone ti? Që ka të rej? Bukur, mirë. Jënë ka shumë zohën qilësat? Mashallah. Sa zgatë mu shumë zuri qilës Gjemil? Bile boj hajgare pak me mishteri, thot, a merë kohë shumë me boni qelë, që do më 10 sekunda. Po. A të mi janë 9 mujë, lërë më burë. Gjemil Gjini, fjallë një të keshin nëse i bukurë shësion Donikës. Ti përnejnë asociacione mas në minimu Gjemilit, a? Minimu, jo, po mi mujtë. Kom bre me mujtë. Edhe Donika për më zonë shumë aktive në për... Edhe Donika është të gjapuntore, djetë e talentume. Talenti 2%, 98% puna. Po tash veç mu me të pa më lavdu, se u knaqëm të lavdu një tjetëri. Besim, ty një shqiptarivët lavdan. Gjemil Gjinin e kemi sonë të shikus të ndërërë në quiz. Gjemil, edhe me s'mi dit, kur gjo s'bohet. Me po mi dit, më s'kujto që e që dit shikusi, që shë dit. A pëtin, me s'mi dit, kja me s'bohet. Kur i përrejsha për porat, shikus të ndërërë këpytit këfizi, u më nësha kur shpërish për shemë me student fakultetit teknik, me qitë pytje,
me matematikë, me fizikë, se thesha e din. Vedin, kur është ne kur të azojmë mjekësi, hajde të hullumtojmë do pyetje, pipojmë prej anatomisa, fiziologjia, dhe asilon. Kur kesh ngulli herë, një fa studenti, thash, hajtë se ky e din, ku ta ka problem, tha se di, klamiz vetë, ku marë flakrim. Kështu që... Mos merë muzikë në i sa në të qka. Ja, s'ka pytit mu, Gjemil. Kështu që problemi është nuk o që ti e të lujtë me mu kundër me, po unë e te, mja kalzu, shikusit do pytje që eventualisht si di, se tash qatë GPT-a di ka qitë për to kërkret. Me kwiza me shka dush. Por na mundohëm mi u listru me arte masi, edhe me spingacmojmë pak njerëzit që me lujtë me bo. Se e di që lujtë në përshpija, shtyën familjarët. Edhe na më knaq. Po pra. Edhe kemi edhe grafika senat. Ja nisim Gjemil, i kom një 5 pytje, që se din, bo nuk shëpët dhamë dhomi. Ose lujë rolin shke harruet, kom dit bre që tu e kom me, thom, jo që aty e ki buzën, se ki aty fjallë. E mirë është kjo, qitu e pota. Buza është ajo. Gjemil, plak, do më thonë pyetjet përpilohen drejt për drejt e marrin për fjallore, që është e përshkrune, këta shapilypim. Plak e hol atësop metali, e punuar ose këthyër si hark në madhësin e thundrës së kafshve, me të cilën mbathin kalin, mushkën e tjerë, që që thojnë asaj këpucës që e vesh kali ka të mërë me dalë me femen. Dvetëm, me pel. Përgjigja patkuja është? Po, patkuja. Edhe shqiptarët e thojnë me fat, nëse e gjenë një ozë diçka, po. Po, kali që ka hesë shumë e zi, diçka me patkuja, ose potkua, ta më shkru. Më sugut Gjemil mund është edhe mutut. Nordik dhe alpin janë 2 disiplina kryesore në cilin sport të olimpiadës që ta shekemi. Një mo, babal. Skijimi. Skijimi, bravo, Gjemil. Me i aviokompania kombëtare e Spanjës, njëhet si i, që ka thonë për Spanjës për para, nuk është të zërshbeq, për më ka të unë e kisha në kokë Liberta, po koka Iberta, ha? Ja, Iberia. Iberia, ha, pëshe. Iberia. Okej. Iberia. Iberia. Spanjës i ka thonë të në Gadishulli Iberik. Iberik. Nëse shkru një Gjemil numrat për nishit, dhe në 100. Po? Nëse jetu i shkru numrat për 1 dhe 100, 1, 2, 3, 100. Sa herë do të shkru një numër 1? Kujdes? 1 dërë 100. Po. Sa herë 1? Nishi, të 10, 11. Mos e një rëndë koka, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jo, 20 që sërë, se s'ka nish atë. Jo, për 19, do më thonë... Ka 20 nish? 20 nish, 30 nish, 41. Okej, edhe që ja huq numrimit, logika në interesoj, e dite. A mu do ka tha 21 herë? Qëtë shumat? E 5 Gjemil, cila komune Kosovës, përveç 2 zogjve, ka dhe një aeroplan dhe një tren në stemen ose logon zyrtarë të komunës. Edhe njerët kërë folje? Aeroplan? A, qëta shërët këra? Aeroplan. Me kemi këshirë mirë. Cila komune Kosovës, përveç 2 zogjve, ka dhe një aeroplan dhe një tren në stemen apo logon zyrtarë të komunës. Nuk është e zërshme. Nësi po përmendë aeroplani... Po? Po së slatin dikun aty? Ja, komuna e, edhe trenin. Fush Kosovë, pra, bravo, Fush Kosova. Bëlla me një bukur edhe kjo, Fusha Kosovës. Përmend edhe agulli. Gjemil, drejt shkrim tash. Gjej gabimet drejt shkrimore dhe cilën fjallë jemi të kërku. 2 pyetje në 1 pyetje. Shkron ose sheje caktuar që përdorët në mënyrë konvencionale për të paraqitur një element, një mallësi të caktuar në një njësi matje, një veprim e tjera. Definicioni i cilës fjalë është që kjo, edhe mas një gjomi gabimet. Merë pjesë edhe ti, Donki. Edhe kamera. Bashkë kemi të lytë. Apo do mi gjetë mas pari gabimet? Apo do mi gjetë gabimet mas pari? Gabimet po, për shkronjë është okej, ose shenjë. Shenjë, bravo, një gabim u gjetë. Që përdoret në mënyrë konvencionale për të paraqitur qëja. Qëja gabim? Që. Bravo. Një element. Një madhësi. Të caktuar. Të caktuar një njësi matje. Po. Një veprim e të jë. Sa gabime janë që to krejt, pjo ves? 1, 2. 2. është edhe një. Madhësi? Jo, mirë është madhësia. Caktuar
një njësi matje. Matse? Jo. Matjeje, bravo. Matjeje, bravo Gjemil, bravo Donik. Matjeje, bravo. Okej. Definicioni ose përkufizimi për cilën fjalë është kjo? Ju më ka të bëj pyetje. Shkruani ose shenjë caktuar që përdoret në mënyrë konvencionale për të paraqitur një element. Një masi të caktuar, një njësi matjeje, një veprime tjera. Jo. Që shuhet që ajo shkronja ose shenja kur dojmë mi paraqit një element kimik për shembull, natriumi Na. Një masi të caktuar, për shembull metri, gjatësia. Kilogrami, ha? Me S është si simbol. Që ka përgjigja? Bravo. Po, çështo është fjalor. Simbol, fjala simbol. Detyra tjetër. Jam inspiruar nga televizionet tona, edhe e kemi shti një lojë të re në quiz. Që kjo fotografi, cili qytet është çikë? A mu i me dhonë pak shtu shkurt diçka? Po, cili qytet është? Qytet shumë i bukur, definitisht. Historik, i lasht. Daton qysh nga shekulli 14. Ka shumë arkitektur të bukur, rrugisat bukura. Njihet si qytet i tregtis. Gjakova. Kjo është Gjakova. Bravo. Njëherë më trollavin, njëherë si Parizi më dak, po. Bravo. Jam inspiru nga që i kom pa këtu në pyetjet. Bravo Gjemil. Bravo. Gjakova. Pyetja numër 2. Pyetja e dytë, Gjemil. Po. Kush është kjo këngëtare në foto? Sa e mirë është. Kom pas rastin me punu edhe me këta. Bravo. Shumë bashkëpunëtore. Më i me thonë që i ka mbi 10 albume, ka me vjetra këngë, shumë bukra bashkëpunime, gjana. Shumë është e harreshme dhe shumë skenike është, definitivisht. A konë Oksigen e herë? Po, konë. Që kja? Që shka emnin kja? Kjo e ka emnin Shqiret e Biluli. Bravo, Gjemil. Sakt. Na i konë të kësaj a edin? Po një refren e kësha këno. Hajde. Hajde nuse bia jeme, komet mojtësi Rejën teme, zdi shka? Smooth operator. Dhe pyetja tretë, ma azor shpja Gjemil, kujdes, koncentroj, jom inspiru në televizionet tona. Cila kosh është kjo? O, çfarë mishit mirë ka. Kjo rritet në mes njerëzve, njerëz të rritin definitivisht, për mishin e saj dhe për vezën. Është po që e butë e mirë. Edhe vezë bërë kja, po. Cila ka është pak tinzake dy qysh një 21 dit bjen kloçk, që thot populli, për mi bo bebushat e vërë. Pra është? Pula. Pula, bravo. Marë e shikus të ndëroj, ironike, kjo dhe satirë. E kemi përgatit me Gjemilin, thash qes dishka ki më bërgje. Faleminderit Gjemil. Faleminderit ty, naci. A kom tut? Po i shisha më në televizion, i dhe ke 3 herë 7, a i dhe ke 42. Shleto matematiken, thash pëse se bëjmë unë një rubrikë që si? Vorët që sheshe, po matematika relative, bravo. Gjemil, qëfar ngjyre ka? Kena me pa, shaj kena mlu, ja pas keme mlu, hundën. Qëfar e ka? Ngjyre kuqe, po? A i sigurt? Po. Këto tash është prej maloj. Sigur. Sakt. Numër 2. Qëfar pantolla ka këfar SpongeBob? Besoj të kaft. Të kaft. Besoj që kafe. Qëfar e ka kush e din? Ja. Ja, që kaft. Ka. Bravo. Ta. Numër 3. Hajde Marge Simpson. Flokt. Kaltër. A i sigur? Kaltër. A i sigur? Jemi rrit. Jemi rrit, okej. Dhaja flokt. Bravo. E 4ta pyetje. Rreth e olimpik që po kërkojmë, çfarë ngjyre ka? Mongi është një.
E verdha, sigur. Sigur, Gjemil. Sigur. Bravo. E dim 5 radhë, profesorën 5 kontinentet. Dhe shkronja lë tek Google çfarë ngjyre ka. Gjelbert po thot Donika, ton luni. Gjelbert më nuk po. Do kjo mi sigurt po Gjelbert. Hajde. Pi besoj Donikës. Gjelbert. Super. Gjemil. Urna. Loja e radhës është, a ju kujtohet? Aja rubrika Ahon e Marte, që kena pas interesante me majtë manë. E këthejmë ko pas ko, se kemi shumë loj që kemi ndërtu. Në më thonë, e hone, Gjermania. Mas të ta bëj pytjet, që kemi majtë manë njëherë në ditjen. E hone, Gjermani, e Martë, Britania Madhe, e mërkur, Amerika, Shtetë Bashkuarët Amerikës, e ejtë Italia, e premt, Spanja, e shtun, Shqipnia, e djel, Kosova. Nuk të lomi thonë, a i majtën manë, do me të lezu dhe herë. E honë Gjermani, e martë Britani, e mërkurë Amerikë, e ejtë Itali, e premt, Spanjë, e shtun, Shqipni, e djel, Kosovë. Thuna ka i sportist, e hone. Që ti shtetin se përmenë mo. E hone. Une pak me sportista jam rapa. Ska lidhje, thuma një emen që... Më kujtu një Goldman, Oliver Kahn. Sakt, e Marte. Marte... Që patem në i portokalti. Rooney. Okej, Wayne Rooney. E mërkure. E mërkure ka në i kontinenti. Sportist. Tiger Woods. Aji që del me golf. Dësh. LeBron James, Michael Jordan. Irvin Magic Johnson. E trollava në Gjemilin. Tash po dalim poshtë, okej. Ejte. Kanë me kesh me mu shumë se... Ska lidhe. Roberto Baggio. Ani, manë që Italia. E premte. Këta janë mo me futbol pjesa kështu. Ka dhe sportista qërë. Out për momentet që jenë në Spanjë, është po së di. Okej, se di. E shtune? E shtune... Kjo është poshtë të na, është kjo... Shqipëria është po... Dhe sportist. Luisa Gega, unë kësha thonë. Atletja. Po, Gega pe di, po. Edhe e djel? E djel, e vendi jonë Kosova e bukur. Hajde. Majlinda. Po, vla. Që edhe distria është ashtë apet në medalje. Që na knashen ato qika. Gjemil, erdhëm të asociacionet. Na këthejme pas pak shikus në ndërëm me Gjemilin. Donika TV bashka gjithë të shërë një asociacione. Ve do një ket. Fëndiret.